E qytetarët e Kosovës që udhtojnë për në Serbi dhe anasjelltas po vazhdojnë të paguajnë polisë sigurimi me çmimet e larta. Ata ankohen se çmimet janë të papërballueshme për xhepin e tyre. Ndërkohë që institucionet kompetente thonë se nëse do të ketë ulje të çmimeve të polisave, atëherë kjo do të bëhet vetëm në rast se edhe Serbia ul çmimet. Sidoqoftë ka mundësi që në shtator palë Kosovës dhe ajo Serbisë të ulen në tryez bisedimi për të diskutuar mundësinë e uljes së tarifave nga të dy anët. Mosmarrveshjet politike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit po vazhdojnë t'i rëndojnë xhepat e qytetarëve të Kosovës që udhtojnë në Serbi dhe anasjelltas. Tash e sa muaj prej kur ka filluar së zbatuari marrëveshja për liri televizjes, në të dy anët e kufirit po aplikohen policat e sigurimit, të cilat shpeshherë konsiderohen të papërballueshme për qytetarët e të dyja vendeve. Madje për shqiptarët e Luginës së Preshevës, kjo po shkakton edhe mungesë komunikimi me të afërmit e tyre që jetojnë në Kosovë. Jo shtrejta, po tepër shtrejta se nuk ka nevoja këto më na bën neve, po ata e din pse. Shtrejta java 20 euro është shumë. Atë ishte muji apet e rok. Një javë për 7 ditë oke në sken. Do me thonë, pesi ju ndu këtua, sigurimet unë asë njëre me kertem s'unë kalu. Nuk kom kushte për të kalu. I njëjti shqetësim është edhe në mesin e qytetarëve serb që jetojnë në Kosovë e që udhtojnë në Serbi. Edhe ata i konsiderojnë të papërballueshme tarifat e sigurimeve. Janë të shtrenjta, 20 euro duhet të paguaj për 7 ditë. Është shumë shtrenjtë. Ja 20 euro 7 dana kad prođe ponovo idemo u Vranje, ponovo 20 euro. Është shtrenjtë, 120 euro në muaj, vërtet shtrenjtë për standardin tonë. Mirë po këto shqetësime duket se do të vazhdojnë edhe më tutje për faktin se gjithçka varet nga dialogu Kosovë-Serbi. Kryetari i Byros Kosovare të Sigurimeve Rahim Pacolli thotë se vendimi për një ulje të mundshme të çmimeve varet edhe nga Byroja e Sigurimeve në Serbi, nëse edhe ajo do ta bëjë një gjë të tillë. Po bisedojmë apet për këtë marrëveshje, por unë mendoj që nëse ata nuk i zbritin tarifat, ne nuk kemi mundësi mi zbrit tarifat, se kjo po vjen që nuk jemi barabartë. Unë mendoj që jemi barabartë, se si qytetarët e Republikës Kosovës që shkojnë shqiptarë, në teritorin serb, edhe ata vinë këtu, edhe afërsisht do të me qenë e barabartë. Mirës kishte me qenë që mu boni një marrëveshje me një polisë përbashkë që kemi me Shqipërinë, me shtani, kështë që me qenë ma mirë. O, nëse se arrim këto, me bo me që kemi molin e zi. Pacolli thotë se muaji shtator mund të ullë në një tryez në Bruksel 2 palët e byrove të sigurimeve për të diskutuar mbi mundësinë e uljes së çmimeve.